Vdekja në sallën e operacionit të 16 vjeçares nga hipertermia malinje është një rast fatkeq që nuk mund të shmangej me asnjë medikament apo teknik mjekësore. I këtij mendimi është një prej ekspertëve më të njohur reanimator në vend, Tritan Shehu, njëherazi kreu i shoqatës së reanimatorëve të Shqipërisë. Në një intervistë për News 24, Shehu thotë se komplikacioni në fjalë është më i rëndi që mund të ndodhë një mjeku reanimator gjatë operacionit dhe është i pakapshëm nga analizat paraoperatore që kryhen në spitalet shqiptare. Është një ndërlikim i cili realisht në shumicën dërmuese të rasteve as mund të parandalohet, as mund të parashikohet dhe ku ndodh ka nga mortalitetet më të larta që ekzistojnë, qoftë në vendet më të zhvilluara. Pra ju po thoni që nuk ka analizë paraprake që ta vërtetoj nëse do të prodhoj komplikacion nga anestezia? Unë them që nuk përdoret në asnjë vend të botës asnjë analizë paraprake. Është një proces muskular nga lëndët anestetike që bën që temperatura e trupit shkojë 42, 43 edhe më tepër. Shehu e përforcon mendimin e tij duke analizuar mos efektshmërinë e medikamentit të vetëm që injektohet në të tilla situata, dantrolenit, që sipas tij nuk ka dhënë efekt në rastin konkret. Nga sa unë jam informuar, është përdorur dantroleni, por pa arritur suksesin dhe kështu është realisht. Dantroleni nuk është se ka sukses të plot, thua që është një ilaç çuditëbërës, ul mortalitetin diçka, përmirëson indeksin e mortalitetit, por nuk është dukatë dhe përsëri edhe me dantrolenin bash, ku shpërthen kriza hipertermisë, mortaliteti ngel shumë i lartë. Pra profesor, me pak fjalë, me sa kuptoj, në situata të tilla mjekësia ngër duart? Jo, mjekësia nuk për duart. Mjekësia jep atë maksimumin e mundshëm që disponon. Mjekësia ka edhe kufizimet e saj. Sot llogaritet që mortaliteti për hipertermi malinje është diku te 50%. Por a do të ishte shmangur rreziku nëse pacientes do t'i ishte bërë anestezi lokale në vend të anestezisë së plot, fakt që pretendohet nga familjarët si shkelje e protokollit mjekësor. Çdo procedurë anesteziologjike që përdoret ka rreziqet e veta, sepse vërtet anestezia lokale heq dhimbjen, por nuk heq emocionet, nuk heq ankthin, i smuri është i zgjuar, nuk e qetëson të smurin, nuk siguron shpeshherë ato kushte optimale që do kirurgu të operojë. Pra, në këto janë gjykime që bën rast pas rasti, mos mendojmë se ka metoda anestezie krejtësisht të sigurta, krejtësisht benigje. Unë mendoj se në rastin konkret anestezisti ka ndjekur rrugën që ka gjykuar më të drejtë dhe më në favor të smurit, pavarësisht pastaj se ndodhi komplikacione, si mund të ndodhur edhe po të përdorë një teknikë tjetër anestezie dhe pastaj të thoshe pse përdori këtë nuk përdori të tjetrën.